Plot, të çdo politikanit të marrë
në ne, për me pasë në kemi atë abit, ne du të trajtojnë vëndin.
për ambasadorin e PS në Tiranë dhe për secilin nga 27 ambasadorët e vendeve të PS në Tiranë. Shihoni këtë vini, hapeni portën dhe merreni të fryjë era. Nuk kryen flamingët e reja. Zëllimi Radar, anullon politin, anullon gjithë korpusin e ligjeve që kanë shpërdaluar pronën publike, që vështizojnë valën tonë në pot dhe bëjnë tokën shqiptare si një unar slavanti në ca duar, të cilë nga kishtat të cilëve jepe modra, o për të pjerë ripa toke, o për të bombarduar. Zotri, këshesh të ka thënë qartë. Jetë do leqen. Jetë do leqen, e që para se t'jabë është do leqen, kërko falje. Unë e kishë të kamë të të falje, po në kërko vazhdo do leqesh. Ka në kërtë. Do leqen, reklimi në qeveria kryesare, e cila do marrë në dorë një reformë shumë të rëndësishme për fatën e vendit. Një reformë bazike, që është reforma zgjedhore, e cila do të garantoj gartë e batat dhe të ndeshme pas 23 vjetë dhe tranzicion politik. Atere, ftoj një ekspert e Medisit e Nisën, e cila bën një punë të shkëlqyer në mbrojtje të natyrës shqiptare, në mbrojtje të Medisit, në mbrojtje të lumeve. Përshëndetje gjithëve, unë jam Denisa Kasa dhe jam aktiviste mjedisore. Aktiviste mjedisore mbën lume